Jo vetëm për klientin tim, ata janë, sipas prokurisë, janë bashkëkryer për dyshohet se kanë kryer veprën penale në bashkëkryer vrasje e rënd në bashkëkryer SQC-ka. Prokuria deri tash me provat që i ka siguruar deri tash, kuptohet policia përmes autorizimit të prokurisë, është bazuar te provat materiale, kështu që është në hetim e sipër, është bo grumbullimi i provave të tjera. Prokuria A mundesh me na tregu cili ka qenë roli i klientit tënd në grup? Meqense prokuroria po dyshon që këta kanë punu si grup i organizuar. A përcaktohet roli i klientit të juaj në këtë grup? Unë si mbrojtës i rilindit, duke bazuar në ato prova që deri tash i kemi, konsiderojmë që klienti im nuk është i përfshirë fare në këtë vepër penale, kështu që prokuria pretendon se ai ka qenë një ndër antarët e grupit që në bashkëpunim edhe me antarët e tjerë kanë planifikuar dhe kanë përgatitur veprën penale me të cilën dyshohet se kanë kryer. Në kërkesën për saktimin e masës së sigurisë, cilën e kemi siguru, përmendet edhe fakti që rilindi e ka taku pasi dyshohet që i mituri e ka kryer vrasjen, klienti ju e ka taku dhe i ka thënë bravo ek. A shpërmend kjo gjatë seancës së sotme? Klienti im kategorikisht e refuzon se ka të bëjë, domthonë në çfarë do forme është i involvuar në këtë vepër penale. Ai përdor si alibi, thot se prej orës 10 në mbrëmje deri në orën 3 të mëngjesit ka qenë me fejurin ti, e ka të kurrizuar me kështu martesë me te hoxha si e ka përmendur vetë, edhe thotë unë s'kam të bëj me këtë vepër. A është njoft me kryesën me Dorasin, a është njoft? A kanë folur për shoqëni mes tyre? Ai e përmend njërin nga ata që është shoqëruar Vaton Biamia Harova. Çeka. Cili është motivi, përmend cili është motivi që ka marrë me student në organizimin e një grupi për me vrojnë një polic? Po ne po konsiderojmë se s'ka këtu fare grup, domethënë s'ka pas planifikim as grup për organizimin e kësaj vrasje. Të shohim pastaj, po klienti ju thash edhe me parë që klienti im kategorikisht e refuzon se është i involvuar në çfarë do forme në këtë. E ka mohu këtë edhe para edhe para policisë, edhe tash. Edhe tash. Domethënë është deklaruar ai. Është deklaruar, po i pafashëm. Të gjithë janë deklaruar i pafashëm. Nuk e di, tash vendos gjykata. A kërkohet ju masë tjetër apo vetëm Ne kërkojmë masën e arrestit shtëpiak, konsideruam se është masë mjaftueshme për sigurinë e dyshuarit. Në këtë rast në procese gjyqësore premtuam se të njëjtit do të jenë në mbikëqyrjet e policisë dhe do të respektojnë masën nëse gjykata e cakton një masë të tillë. Ju jeni caktuar avokat nga detyra zyrtare, po.